është pyetje tipike për realitetin shqiptar, por mbas edhe për më gjërë. Edhe ka qenë një pyetje në mendjen time gjithmonë, me këto ngjarjet e fundit që e kanë tronditur botën me akte terroriste. Edhe tani me koronavirusin, nëse e ke vënë re, është fushata, mas çdo tronditje, është fushata pray for këtë, pray for për atë. Edhe pyetja ime është, kujt i lutën gjithë ta njerëz që lutën për Italinë? Pra, edhe dukshme është që mund mendoj që mas një fushate të tillë fshihet një kuptim i ngjashëm me këtë që po thua ti. Që s'ka rëndësi kush lutet, as kujt i lutet, rëndësi ka që lutesh. Unë e kuptoj edhe kur njerëzit duan të jenë thjesht solidar, edhe është bërë trend të jemi prej, edhe unë nuk besoj që njerëzit luten kur shkruajnë në Facebook, po lutem. Por thjesht e fshehin mendimin që s'ka rëndësi kujt i lutesh. Në fakt, as nuk ka rëndësi kujt i besosh. Për shumë njerëz mendojnë që rëndësi ka të besosh, por s'ka rëndësi kujt i besosh. Sigurisht, Krishterimi e përjashton këtë. Ne besojmë që objekti i besimit është i rëndësishëm, më shumë se sa edhe besimi. Më kujtohet kur Jezusi i qortoi dishepujt e vet edhe ju thotë, po të kishit besim sa një kokër sinapi, do t'i thonit këtij mali lëviz dhe mali do lëvizte. Në fakt, ti thuash dikujt po të kesh besim sa një kokër sinapi, është i thuash po të kesh besim, se o ke sa një kokër sinapi o s'ke fare. Por ajo kokra e sinapit e vendosur në Jezusin, në objektin e besimit, i bën gjëra të lëvizin. Pra unë nuk besoj që besimi si një ushtrim psikologjik ose si një praktikë shpirtërore bën punë. Objekti i besimit është gjithmonë ai që pritet të bëj punën. Besimi është ai që na lidh me objektin, por objekti i besimit do ta bëj punën ose s'do ta bëj. Pra ka shumë rëndësi kujt i lutem. Është mirë për ta dëgjuar, është mirë për të qenë bashkë, por punë bën objekti i besimit.